Në Lushnjë u zhvillua mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak për muajin prill. Mbledhja u drejtua nga kryetari i Këshillit Bashkiak Yriet Dima, ndërsa e pranishme ishte dhe kryebashkiakja Eriselda Sefa. Pas verifikimit të kuorumit, kryetari Dima falenderoi anëtarët për pjesëmarrjen dhe prezantoi pikat e rendit të ditës, të cilat u shqyrtuan një nga një. Fillimisht u miratuar rendi i ditës. Më pas, Këshilli shqyrtoi projekt vendimin për miratimin e fondit për familjet në nevojë, që do të trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondit të kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike, si dhe për familjet që do të mbështeten nga fondet e buxhetit vendor për muajin mars 2026. Ky projekt u shqyrtua nga Komisioni Juridik i Rendit dhe Situatave Emergjente, si dhe nga Komisioni i Ekonomisë, Problemeve Sociale dhe Strehimit. Një tjetër pikë e rëndësishme ishte projekt vendimi për përfundimin e procedurës së privatizimit të banesave shtetërore që kanë mbetur pa u regjistruar në zyrat përkatëse në Lushnjë, i cili u trajtua nga Komisioni Juridik i Rendit dhe Situatave Emergjente. Gjithashtu u diskutua dhe projekt vendimi për përdorimin e fondit rezerv për realizimin e projektit kulturor dhe rinor Miss Lushnja 2026, i cili u shqyrtua nga Komisioni Juridik, si dhe nga Komisioni i Arsimit, Kulturës dhe Sportit. Në përfundim të mbledhjes, u trajtuan dhe çështje të ndryshme të ngritura nga anëtarët e Këshillit. Miratimi i rendit ditës, pika e dytë është projekt vendim për miratimin e fondit për familjet e nevojë që do trajtohen me ndihmë ekonomike deri në 6% të fondit të kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike, si dhe ato që do trajtohen me fondet e buxhetit vendor për muajin mars 2026. Pika 3 është projekt vendim për përfundimin e procedurës së privatizimit të banesave shtetërore, të cilat kanë mbetur pa u regjistruar në drejtorinë vendore të ASHP-së Lushnjë. Pika 4 projekt vendim për përdorimin e fondit rezerv për realizimin e projektit kulturor dhe rinor Miss Lushnja 2026. Pika 5 të ndryshme dhe pika 6 miratimi procedural. Të gjitha pikat e rendit të ditës u miratuan njëra pas tjetrës me votat e anëtarëve të Këshillit Bashkiak nga të gjitha palët. Gjatë diskutimeve, antari i Këshillit nga opozita Ilir Malko niti shqetësimin për ngjarjen e ndodhur pak ditë më parë në varrezat publike të Lushnjës. Ai kërkoi kryebashkiakes Eriselda Sefa investim për ndërtimin e murit rrethues dhe vendosjen e kamerave të sigurisë, duke theksuar se ngjarja ka tronditur opinionin publik. Për të marrë masa sa më të shpejta, për të vendosur në një kamerë, në një mur i varrezave që do të ishte patjetër, se nëse do vinë dorë, ose nëse do ishte vënë dorë, nuk do ishte ndodhur, masa nuk do kishte ndodhur kjo që ndodh. Paktën ne do të marrim masa sa më të shpejta për mos të ndodhur më. Se nuk është çudi që të ndodhi edhe prapë kjo. Nga ana e saj, kryetarja e bashkisë e cilësoi ngjarjen të rëndë, por siguroi se institucionet përkatëse janë duke punuar për zbardhjen e saj, ndërsa shtuar dhe patrullimin në zonën e varrezave, si gjatë ditës, ashtu edhe gjatë natës. Mbledhja u zhvillua pa përplasje mes opozitës dhe mazhorancës në Këshillin Bashkiak. Të kryer procedurat e saj hetimore, kemi kërkuar komisariatit të Lushnjës që gjatë natës të ketë mundësi që patrullat të bëjnë akoma më shumë patrullim në atë territor, në mënyrë që të shmangim ngjarje të tilla të përsëritura. Patjetër, siç e kemi përmendur në mbledhjet e kaluara, bashkia është duke bërë procedurat që ne mbledhim bazat materiale dhe të bëjmë rrethimin e pjesës që është e nevojshme për varrezat publike, që është sidomos tek pjesa që u hap në periudhën e viteve të fundit.